na çka do të bëjmë sot, do të prezantojmë realisht se çka ka ndodhur në realitet, do të mundohemi me informu qytetarin se si një industri e cila është ndërtu me mund tash mbi 2 dekada, është ka tentuar të rënohet në tërësi nga disa persona të cilët thirrën se përmbrojnë vendin, po në fakt ata janë ka rënojnë çdo ditë vendin. Më falni, unë do të jem shumë i drejt për drejt në këtë drejtim, sepse është diçka që është ka e prek të gjithë industrinë prodhuese dhe jo vetëm sektorin e qumshtit. Aja çka është ndodhur me industrinë e sektorit të qumshtit, nesër ka me ndodhur me industri tjera, nëse vazhdohet në sistemin e tillë, se si po sillen institucionet e vendit me prodhuesit vendor, të pas parasysh që krejt çka kemi bërë na është të rrit vlerën e këtij vendi. Na vazhdimisht kemi fjalë e gojën plot prodhim vendor, po në fakt na jemi të rënë sot prodhimin vendor me sjelljet e fundit. Këtu para neve janë disa produkte të cilat prodhuesit vendor me mund e me shpirt janë mundu me ndal importin, përkatësisht me zëvendësu importin, tu i konkuru këtyre produkteve. Ta kemi të qartë qysh në fillim, si shoqatë e prodhuesve të Kosovës, nuk jemi kundër importit të produkteve të cili do lloj që hynë në vendin tonë, mirë po është e pa drejt aja se çka është ndodhur aktualisht. Ju po i shihni të gjitha këto produkte, sigurisht mesin e tyre ka dhe shumë produkte që s'kemi arrit me i sjell në tavolinë, e që shihen çdo ditë në raftat e marketave tona, të cilat produkte, sipas vendimit të fundit të Ministrisë së Bujqësisë, lejohen të importohen i njëjti produkt me përbërje të njëjtë identike, lejohet të importohet nëse vjen në import, po i njëjti produkt nuk lejohet të prodhohet në vendin tonë e as më pak edhe të eksportohet nga vendi jonë. Prandaj kjo është jashtëzakonisht shumë shqetësuese. Na e dim, jemi të vetëdijshëm edhe jemi kanë bashkëpunues me institucionet e vendit për gjitha kërkesat që i kemi dhe fatmirësisht kështu edhe jemi rrit si prodhues edhe kemi depërtuar edhe me produkte tjera në tregun rajonal, Bashkimin Evropian edhe më gjerë. Tash ka qenë ndoshta edhe detyrë direkte e ministrisë edhe institucioneve të vendit me punu që me ju mundësu këtyre bizneseve, e sidomos sektorit qumshtit dhe komplet produkte me bazë shtazore me depërtu edhe në tregun evropian, kur kemi arrit me depërtu edhe në tregun ballkanik, edhe ato po fillojmë edhe pe ndërprejmë. Çka po ndodh në realitet në vendin tonë aktualisht? Duhet me ditë të gjithë qytetarët e këtij vendi. Nuk jemi kundër kontrollave nga institucionet e vendit. Përkundrazi, jemi bashkëpunëtor kryesor. Çdo produkt i Kosovës, i cili eksportohet, i ka disa certifikata, cilat analizohen edhe vinë verifikohen ato fabrika i plotësojnë ato kritere. Në ndërkohë vjen një vendim i cili thotë se fillimisht duhet të aplikohet për kompanitë të cilat e përdorin atë vajin e famshëm që po quhet vaji i palmës, që e kanë bë temë jashtëzakonisht çast shumë të madhe këtë punë e palmës, thuhet që është ky një kancer çast i madh për vendin tonë, edhe na ishmi të vetmit këtë rrezullin toksor që kishmi me dëmtu popullin tonë. Janë produkte të cilat neve na kanë detyruar, këto produkte të importit, janë produkte të cilat ne tu bë konkurrent me këto, na kanë detyruar me përdor realisht edhe në produktet e tyre. Është e pafalshme të prezantohet një produkt nga institucionet e vendit, të cilat në fakt ish dasht ato institucione të dalin para mediave dhe t'ju tregojnë qytetarëve se si konsumatori duhet ta verifikoj etiketën e produktit. Ju jeni në media dhe jeni vazhdimisht në përteren. Ne nuk kemi pa asnjë nga fushatat deri më tani vetëdijsuese se cilat i identifikon konsumatorët, i orienton si ta identifikojnë produktin. Në ndërkohë po thojmë që ky produkt është kancerogjen, ose ky produkt përmban vaj palme, ky produkt përmban kështu, ky produkt përmban kështu. Po janë produkte të cilat s'kan lind në Kosovë, janë produkte të cilat ne i kemi pa tu prodhuar në Bashkimin Evropian, tu prodhuar në shtete tjera, edhe ne kemi rrit konkurrencën në vendin tonë. Ju e keni prapa juve një tabel, një grafik ku e tregon se si është zhvilluar sektori i qumshtit në Kosovë.
Nëse analizojmë dhanat e para 10 viteve, në 2015, komplet industria e produkteve të çumshit ka qenë rreth 38 milion euro import. Janë dhanat të cilat janë siguruar nga dogana. Ndërsa në 2025, nga 38 milion euro kemi import të produkteve të çumshit në 92 milion euro. Dhe ajo çka shihet shumë qartë është nëse analizojmë tash se ka është prismare, si është shpërndarja e këtyre produkteve të çumshit. Rreth 40%, 42% në 2015 dhe komplet importit ka qenë produkte të çumshit. Ndërsa kanë qenë vetëm 20% produkte të djatrit dhe 25% kos i fermentuar. Në 2025 ka ndryshuar drastikisht kjo strukturë e importit, që në mënyrë indirekte edhe direkte e ka detyruar prodhuesin kosovor me qenë aktiv, me kriju ide të reja, me zhvillu produkte të reja dhe me dalë në treg me konkuru me importin. Për produkteve kryesore, na prapë them, nuk jemi kundër kontrollave të shtetit, përkundrazi. Kontrollat kanë vazhduar gjithmonë dhe kanë me vazhdu dhe do të vazhdojnë, edhe duhet me vazhdu. Aja shka po bëhat tash, po flitet sikur se sot është bëhat, gjithë shka ka fillu sot. Ne si vend kemi prodhu këto produkte tona, nëse shteti i kish kry detyrat e veta, më na i mundësu, sot ishin kanë rrafat e rrjeteve zinxhirore na shtin në Bashkimin Evropian. Kur flasim për siguri ushqimore, interesi gjithë secilit e aq më pak i prodhuesve, sepse vetë familjarët e tyre dhe të tjerë i konsumojnë ato produkte, është me prodhim cilësor. Madje, nga përvoja ime 20 vjeçare, që e kam vetëm në sektorin e prodhimit, është diçka që e kam në zemër. Në çdo prodhues kur bisedojsh, pyetja e parë është cilësia. Unë du me prodhu cilësi që e muj importin, e muj konkurencen. Po jo me pas këtë, si me thonë, sabotash, ka shmalë të institucioneve të vendit, e nga të cilat kompani, shteti mburrët, e nga të cilat prodhues shteti mburrët, se na po krijojmë tyra ma shumë tatimore, na perrismi prodhimin, po në fakt, edhe kjo është për keqardhje dorë në zemër, sepse edhe në 10 vjetë kur ta analizon pjesëmarrjen e industrisë prodhuese në raport me GDP-n kanë vetë e njëjta. 13% ka qenë 2015, 13% është në 2025. Në kohën kur na duhet mi mbështet më shumë ti prodhuesit, në kohën, në sezonën ku i kemi mërgjimtarët dhe është dashur më së shumti me i përkra, me kriju fushata vetëdijsuese që i ndihmon konsumatorit me kriju besim të prodhimet vendore. Ne jemi tu i renusat ato. Prandaj ju bëjmë thirrje institucioneve të vendit. Ju lutem shumë, se nuk është hera e parë që po ballafaqohen industritë prodhuese me vendimet ad hoc nga institucionet e vendit. E kemi pas edhe herën e kaluar rastin e tregut të lirë të energjisë elektrike. Janë lënë ende në gjykatë, edhe këto lënë kanë me shku në gjykatë, sepse nuk ka mundësi ti e nxjerr një vendim. Le ta dinë të gjithë qytetarët, është nxjerr vendimi. Të gjitha bizneset i kanë ndjek procedurat, kanë apliku, nëse është kërku prej institucioneve të vendit, me apliku, edhe pse është të çuditshme në këtë periudhë ka të shpejt, sepse ti duhet mi përdor mas pari mi pas mekanizmat e gatshëm për me hap një procedurë të re. Sidoqoftë, bizneset kanë apliku ato që të përdorin edhe kanë deklaracionin të gjitha, nëse ju mundi mi pa vetë në raftet e produkteve. E kanë deklaracionin kush përdor vaj palme, kush nuk përdor, kush përdor vaj bimor, kush nuk përdor. Janë deklaracionet që lexohen ato. Mirë po, edhe pse ke apliku të merrsh vendim me ndërprej prodhimin derisa unë ta shqyrtoj aplikacionin, kjo s'po duket përkraje e prodhimit. Vetëm përkraje e prodhimit nuk po duket. Si ka mundësi, a ka ndjen më të rëndë, se me pa me shku në rrjet marketeve edhe t'i pa në ballina produktet e importit t'u lulzu, ndërsa prodhimet vendore t'u hudhna për kolica t'u jek pej tregut. Çka nëse nesër ministria njëjtit ja lejon prodhimin të vazhdo? Çka ndodh aty? Apo krijohet dami? Pse si institucionet vendit njëherë për gjithmonë nuk po i përfundojnë procedurat deri në fund, pastaj vazhdojnë kontrollat?
Ne po shkojmë tu pa. Hajtë ta shohim se sa në kohën. Fundit, këtë ky dam që krijohet, ka mund njek në për instanca dhe ka fillu me ndjek në për instanca ligjore. Nëse qëllimi kryesor është mbrojtja e shëndetit të qytetarëve që duhet jetë e gjithë secilit, po e para është e vetë prodhuesit. Vetë prodhuesi insiston vazhdimisht sepse ka standarde ndërkombëtare, të cilat hala shteti si ka. Ndërkohë ti shkon brenda natës edhe thu prej sotit këtë çka janë produktet e tua në rraf, largoj. Nuk ka më e dhimbshme. Nuk është ka dëmtohet vetëm industria e qumshtit, është ka dëmtohet komplet industria prodhuese në vendin tonë. Është ndërtu me mund, është ndërtu me djers. Kemi arrit standarde ndërkombëtare, po përmendni standardet ndërkombëtare. AFS-i nuk mundesh me marrë certifikatën brenda natës. Është një proces që kalon, që ka kontrole për me ba një eksport të produktit tanë, ku do qoftë në rajon, para se me ba, sidomos të produktit qumshtit, kanë me ardhë mu ba do analiza mu verifiku, a i plotëson kriteret as i plotëson, pas ta i vazhdon. Neve kemi produkte sot çdo ditë të mënt importit, prodhimet tona po ndalen në tërësi. Kjo është totalisht e padrejt, edhe nëse e shohmi domethënë edhe dhënat e doganës që publikohen, sidomos domethënë prej momentit kur ka dalë njoftimi i fundit, kemi rënje drastike të shitjes të industrisë komplet prodhuese. Madje para mendoni është nalë edhe prodhimi i akullorës. Po mbas informatave që kemi marrë nash, nalë edhe prodhimi i akullorës. Ndërkohë importi i akullorës vazhdon me kanë në vendin tonë. Merr dhe muin korrekt. Domethënë, qumsht UHT produkti, nëse vitin e kaluar janë importu, me këta prodhues kemi arrit me zvoglu, me konkuru importin, edhe kemi zvoglu në 1.9 milion kilogram, për shkak të situatës që të ndodhë, domethënë kemi 2.7 milion kilogram gati import vetëm muin korrekt. Kemi rreth 700.000 kilogram gati më shumë import vetëm brenda një muajit vetëm. Edhe efekti nuk është vetëm i sotëm. Efekti ka me vazhdu, sepse konsumatori ka me vazhdu, po flitet që na e dim, kur kush nuk e nal ushqimin, racionin e ushqimit. Ai ka me vazhdu me konsumu, përveç se ka me konsumu një produkt të importit. Nuk jemi kundër produkteve të importit, po si shoqatë prodhuesve dhe si prodhues, kemi me u mundu çdo ditë me kriju produkte të reja të cilat kanë me konkuru sa më shumë produktet e importit. Sot që po flasimi, për çdo 1 euro që eksportojmë, 8 i importojmë. Krahasoni domosdoshmë, për çdo 1 euro që eksportojmë, 8 i importojmë. Edhe këtë 1 euro që jemi të eksportuar, jemi ka e dëmtojmë. Tim shelmi krejt atëherë, po bëmi 100% import. Gjitha kompani cilat janë të autorizuar për eksport dhe cilat realizojnë eksport në vendet respektive, kudo që realizojnë, i kanë pas ekipet e auditimin nga autoritetet kompetente që merren me sigurinë e ushqimit. Domethënë kanë bërë vlerësimin sa i përket respektimit të standardeve të cilësisë dhe sigurisë ushqimore, sistemeve që lidhen me menaxhimin e cilësisë, praktikat e mira apo sistemin HACCP, dhe mbas asaj kanë verifikuar linjat e prodhimit, përpunimin, procesimin e gjitha ato dhe në fund kanë leju autorizimin e tyre do të thotë për import në vendet ku këta i eksportojnë. Kështu që industritë ushqimore në Kosovë, sidomos fabrikat e reja të cilat janë ndërtuar, përgjithësi janë me pajisje edhe moderne, por edhe janë teknologjinë të cilën e përdorin është fjala e fundit e teknologjisë. Dhe në këtë drejtim janë një industri model, edhe për vendet të cilat kanë një shkallë zhvillimi shumë të hershme sa Kosova, duke patur parasysh që jemi edhe si shtet i ri, dhe mbi gjitha janë ambasador të shtetit tonë me produkte të cilat këta i eksportojnë, cili të qoftë. Mirë po, me eksportuesat produkte qumshtit në një vend, qoftë në vendet e rajonit, mirë po edhe me gjerë, duhet me qenë krenar. Përmes kësaj e respektojnë edhe farmerin si farmer, apo fermat me cilat bëjnë punë me shumë mund, ato burra dhe gra dhe po mos ishin këta, do të ishte vështirë, do të bëhet jeta edhe me vështirë në fshat, edhe për kundër kushte vështira të cilat aktualisht ata i kanë. Nëse mundë me përgjigj, po mas takimit që kemi pas në ekonomike, kemi shkruar zyrtarisht shqetësimet në kuadër të shoqatës prodhuesve që i kemi pranuar nga industria përpunuese, nuk kemi marrë ende asnjë njoftim deri më tani. Sa i përket shoqatës industrisë qumshtore të Kosovës, ju ka bërë dëm i madh. Kemi kërkuar disa herë takim me ta, nuk na u kanë përgjigjur për post vendimeve që ne ka qenë për ndërprerje të prodhimit, edhe për tërheqje të mallit nga momentin që
Ne jem ka analizojmë se një numër i konsiderueshëm punëtorë, pastaj duhet mi ndërtë në ato linja që kanë punuar, duhet mi preshtin nga puna. Një sasi të bukur të madhe të qumshtit, të cilat janë për mi bën këto produkte të qumshtit, duhet mu ndërprej, se momenti ku po merret qumshti, ai hin obligim kompania ndaj fermerit. Dhe ku mi shit pastaj kur ky ta ka ndërprej shitjen atina. Ne si shoqat kemi kërkuar nga Ministritë të Përkatëse, urdhënoni bëni analizat mikrobiologjike. Nëse nuk përputhen me këto importet, tregonna edhe na ndërprejna, edhe ndërpreja. Nëse janë të njëjta, gjitha, edhe vajrat yndyrore, edhe vajrat e tjera, në krahasueshme me këto që ka importuar. Pse më në ndërprejvesh neve, nëse është e damshme një vaj bimor në produktet tona, a nuk është edhe në produktet e importuara? Ne kemi lyp veç barazi, nuk po lypëm avansim, nuk po lypëm privilegj, me që ishtë dartën shteti jo më na privilegjun këtë dritin. Edhe disa sene më na sqarue, edhe nëse jem në ndonjë lëshim të një gabim. Problemi është që këta për na sankcionojnë neve, dhe me çdo kusht, po mundohen më na shkatërru, por ne pastaj kemi obligim ndaj punëtorëve, mi thonë, na do të shtymë dhe na disa të mundemi. Po është e pamundur, mos ne prodhuhet ti me marrë atë numër të konsiderueshëm të punëtorëve që janë të angazhuar pe distribuera dhe në prodhimin final, atje në për fabrika, për pa i lejuar me qipi punë. Dhe pastaj ku po jetë ky popull, ku po jetë. Nëse është e damshme në mënyrë laboratorike, mikrobiologjike, në thotë o po prodhoni, po jo vetëm me fjalë. Nuk është në del ministri, del ai që është kompetent i shtetit në të na thet, po prodhoni diçka që institucioni po thotë që mikrobiologjikisht është i damshëm për shëndetin e njeriu, apo për shëndetin e dikujt. Kjo na po kërkojmë, nëse është, në të na tregon se mas për në familje tona pi dëmtojna nëse japëm diçka me hangër e me pi që është në dëmin e shëndetit për botë. Nëse sartë atëherë, një keq. Po sigurisht, unë e përmenda më parë, jo 81 milion, po 91 milion ka qenë importi i vitit kalun, komplet industria e produkteve të qumshtit, dhe vazhdimisht nëse vazhdojmë, i shohmi trendin e 2026, sa ajo që përqihet është do ditë janë ka dëmtohen produsit vendor. Nëse ty ta largon produktit prej tregut, prej raftit, konsumatorit që ka me përdorur produktin e qumshtit, ku ka me marrë? Nëse joti nuk është në raft, ka me marrë të importit. Normalisht, automatikisht ne jemi të dëmtuar. Lidhur me këtë, në vendet e Bashkimit Evropian kryesisht eksportohen produkte kompozite, për shembull me produkte të cilat janë me speca, me këto gjitha, kështu që i nështrohen kontrollet të detajuar, certifikohen nga autoriteti kompetent Kosovë, mirë po kontrollohen edhe prej autoriteteve kompetente në vendet respektive të cilat ata i importojnë. Mirë po në vendet e rajonit, kudo qoftë që eksportohen këto, qoftë Maqedonia, apo qoftë Malzi që eksportohen produktet e qumshtit gjithë atu, edhe në Shqipëri, apo edhe me gjërë që i eksportojnë disa vende tjera të lindjes, i nështrohen kontrollet të detajuar dhe lejojnë importin e tyre. Po, një pyetje e shtesë, do më thonë për me pas të qartë, ka produkte që kanë dalë prodhimin në Kosovë, sipas këtyre kontrollave dhe vendimeve të fundit, ndërsa të njëjtat janë aprovuar për eksport jashtë vendit. Janë kanë të eksportu ato, Po, edhe lejohen, sot ti me dashur që me eksportu ato, lejohen më eksportu. okay, ju kuptoj. Ndërsa ky e ka ndalë komplet prodhimin e atyre produkteve. Gjithashtu edhe një pyetje tjetër. Këto informata i kanë të gjitha institucionet e vendit. Janë kanë çdo ditë të informuar për këtë situatë. Se këtë kjo që ka ndodhur kanë pikërisht për shkak të çumshit, për shkak të çmimit të lirë që është konkurrues nga importi. Në ndërkohë, kur kush nuk e ka përmend deri më sot, që fermerët kur e kanë pas çmimin e grumbullimit 30 cent ka shkuar në 55 cent, me thon vallahi me këta prodhues, me këta përpunues e rretën çmimin. Presioni u bë kur kanë tentuar me u bë konkurrent me çmimin e importit. Prandaj institucionet e vendit të gjitha i kanë këto informata. Institucionet e vendeve duhet me komuniku mes vetë institucioneve edhe mi pa informata. Se na kena raste të tilla ku vjen një institucion i vendit, merr informat, të cilën institucioni informatën e njëjtë ne raportojmë te një institucion tjetër shtetëror. Ata duhet me kriju ura lidhse komunikimi ku i marrin edhe i bojnë i bartin informatat mes njëjtit institucion edhe tjetrit edhe e krijojnë një informat të saktë. Sepse na kohën e fundit kemi pas domethënë edhe vizita nga institucionet e tjera, të cilat këto ato informata janë të raportuar në Agjencion të Ushqimit të Veterinjes ose në Ministritë të Bujqësisë. Prandaj janë të informuar, janë të gjithë të informuar, po s'kemi pas asnjë reagim deri më tani. Domthonë Gjermania të lejon me prodhu specin
me yndyrë bimore, s'mes me ajk me yndyrë bimore, edhe mund është me eksportu lirshëm, ndërsa specin me qumsh, me produkt qumsh, s'ka janë, sepse ende nuk njihen, nuk e kanë një certifikata, statusin e shtetit që mundet me eksportu me produkte me bazë shtazore. Aktualisht është ndalë eksporti i produkteve vendore jashtë vendit apo jo? Të gjitha. Aktualisht po. Sa i përket produkteve të kategorisë së qumshtit, industrisë qumshtit po. Okej, prej kurit është ky vendim? Po në momentin që ta kanë dalë ty prodhimin, automatikisht që s'mund është me eksportu. Si shumë prodhu me eksportu. Po janë vetëm për kategorinë e produkteve që janë me yndyrë bimore, të jemi të qartë. Sa është prek për këqa shumë, por ne jemi marrë vesh në vetë si shoqat me industrinë komplet, që fermerët mos të implikojmë këtë rast tash me vendime ad hoc që në marë, po mundohemi me menaxhue situatën e qumshtit në gjithë Kosovën që fermerët mos të prekën sa të mundum me shqëndrue. Po deri sa të mundum, po është e pamundur na nëse kjo zgjat, atëherë është e pamundur pa u redukue për pjesën që çata qumsh që kena marrë për me i prodhue çdo produkte. Këtu na duhet me redukue dhe me ndërpreje grumbullimin e qumshtit. Na instrumente kem pajisje, jo për këta qumsh që e kem Kosovë, se na tregun kosovar me 30%, 40% nuk mundëm me mbulue, me gjithë që jemi sot, po mendoj para një javë që kemi prodhu. Dhe më thonë edhe që 40% po mundohet më ne hjek për dore, me ardon edhe që 40% importe. Nëse këta mendojnë kështu të me zgjat, na do të redukojmë, se s'kem pëjqojmë qumshtin. Na me marë qumshtin, mësë me pas për e shesën, normal që s'jem trend me kryue edhe ma shumë humbi se që na kanë kryu, dhe pas të e në të merët vesh kush danë me fermerë, qumshtin të bënë që ka dojnë, do të mi preashtu për në torbi pune. Do të mi nalë, besa kena obligime kreditore, na e dim që shto pajisje për mi prodhu që të ketjen treja që kena morë me kredia, kompanit kanë morë me kredia, me obligime, se edhe kanë investu në ministrit tona, por 50-50 kanë qenë. Këtë që ato obligime bankare, sa në këto pikap zingjirë me këto humbje, jo veç neve kompaninë, po kam i kapë radhazi, gjitha këto humbje që kanë më shku. Na s'kemi pas pare me pague ratën kreditore, s'kemi pas pare me pagu rroga, s'kemi pas pare me pagu korentin, s'kemi pas pare me pagu ujë që për shpërshmësojnë. Gjitha këto, ambalazhin që këna morë ato, i delafati. Këta që kena mrena që na kanë tërprej që kena fabrik, i delafati, se produktet tona janë gjitha me afat. Dhe veç një javë ditë shkoj gati këta po shtyën poshtë nartë, pa na pruhe një dokument analize, ju lutemi, kjo në problemi, në të na tregon o vlla kush ka punu diçka keq. Në bazë të analizave, e jo veç pun teket, X firma apo X kompania të sankcionohet dhe pasër në kuadrë pësajna të sankcionohet në gjithë produs e industrisë së qumshtit. Ministri që ka prezentu këto, kjo nuk është e jona. Në të në emision a i edhe të që ka gjejt bajporën, që nuk shëndra kështot, ne nuk e shesi mas një vitër të landit në Kosovë. Këto mu bëjt të tjere marrë me kush ka dëshirë mundin e me këshyrë në atë kë, apo dhe nga këto vetëm me bëjmë eksport, edhe këmë obligim para gazetarëve, me të regu cila është e jona në ambalazha, për kova prej kolegve në më dhënë ambalazha, janë është kjo. Kjo e ka një kapak në alë, për sureshtë publiku qytetarëve, janë është kjo. Shqipia po mundin e me prejnë. Që ky qëmë shqitet në jashtë, nuk shqitet në Kosovë jashtë. Që ky vjetë importohet prej Maqedonisë në Kosovë, e kom obligim se pronari ka marketa këtu dhe nuk du mi bota. Unë i kam analizat e qumshtit që unë importu landi është shumë shpejt e bëjë ato publike, që çdo shtet i bën analizat, po ashtu edhe njerë ju konfirmoj që Majkau, që e ka qitë, është në Maltëzi. Jam të i pritë sot prej autoritetet të Maltëzi, mi qu edhe me verifiku që sa të s'kame. Në më tonë, si ditër e parë që kam thonë njerë 100% qumsh, edhe sot i rinë bas, edhe landit, edhe Majkau, se janë 100% edhe mundin e më shku me verifiku me data kur është bëhet eksporti për Malzi, për Maqedoni, i keni në agjencion, në dovana, të bota kureshtje për hirë të koleksis, publikut, që me të regu prapë se qka shkrujnë ato i rinë masaj mas.